Na do ta ndalim këtë keqe në ambasadat tona, e sidomos Shtetet e Bashkuara do të ketë reprezentim dinjitoz. Unë kam qenë deputet opozitar, me siguri, kam me I refuzu e me kundërshtu të gjitha të këqijat që po I vinë Kosovës, kam mundu me ja ngrit reputacionin në Parlamentit Kosovës. Parlamenti Kosovës ka degradu, parlamenti më I parë I Kosovës ka qenë më I miri, për 26 vjet ka degradu një konstante, kështu që këtë parlament I fundit ishte më I dobti. Na do ta ndalim këtë keqe, edhe të parlamentet e ardhshme të Kosovës do të jenë më të mira. Për diasporën do të punojmë që me pas reprezentim më të mirë nëpër ambasada dhe konzullata. Tash në Amerikë ambasadori I kësaj qeverie është vetëm, nuk ka as vëzëc, as truproje, as administrator, as konzull. Do të punojmë që në ambasadat tona, e sidomos Shtetet e Bashkuara do të ketë reprezentim dinjitoz, edhe do të sigurojmë investitorët se Kosova do të jetë shtet I rendit dhe I ligjit dhe I mundësive. Unë kam shku në Amerikë në vitin 88, 1988, kam shku në bagazh të Cadillacit me 3 persona tjerë. Në mënyrë ilegale, kam kalu kufinin në Meksik. 4 vjet kam punu në punë ndryshme, ndërtim, kam gra taksin, kamiona. Mas 4 vjetëve kam hap kompaninë teme, Triangle General Contractors, me shumë sukses. Gjatë luftës, kam punu shumë në logjistikën në ushtrisë shqiptare të Kosovës, kam diku krejt jetën, personalitetin tim për me ndihmu luftën në Kosovë, edhe me fundraising, po edhe me logjistike, marmatim edhe me pajisje ushtarake. Mas përfundimit luftës, qatë njëjtën kompani, kam bërë kompaninë më të suksesshme të ndërtimit qative në qytet New Yorkit, që është diçka shumë e veçantë se New Yorki ka konkurrencë jashtëzakonshme.